Para disa ditësh, po shinim me babin në Instagramin tuaj një video ku ishte Era me Drinin duke kënduar. A ka mami Mira ndonjë ëndër muzikore për fëmijët? Ato tani shpërthyen, Ana, dhe për mua ishte surprizë, pavarësisht se e dija thellë që ata janë talentuar. Por mbase mundim të tre ndonjë këngë bashkë me Drinin dhe me Erën. Sa bukur do ishte, ti nuk e kishe dëgjuar më parë sepse në ato duetet në Instagramin tënd, dhe vërtet kemi mbetur pa fjalë. Faleminderit Ardi. Me thënë të drejtën, ato e kanë bërë gjithçka për të më surprizuar mua dhe unë vetëm kur e pash në faqen e Instagramit e kam thënë o zot. Vërtet nuk e dije? Nuk e dija, domethënë dija që ato po harmonizonin diçka bashkë sepse janë shumë të lidhur. Edhe për mua që nuk e di, një mrekulli. Shiko, një recitali munguar, edhe pse di që ke premtuar një të tillë. Ke ndërmend ta realizosh këtë premtim të një recitali? E kam ndërmend, e kam dashur që, me thënë të drejtën, tani, në fakt, se bëhet 35 vite nga koncerti që kam dhënë në 90, nga recitali i parë që kam dhënë. Do doja shumë ta bëja një recital me një orkestër të madhe, me këngë nga më të bukurat.